elektoratit të partive politike ka gjithmonë është një disponim i cili është kriju për mu artificialisht kundër PDK-s e me cilën mandej partit mundohet që të përfitojnë duke qenë kundër saj. PDK, se më thonë, e ka po ashtu të qartë. Ne kem dallime substanciale, ideologjike me lëvizjen vetëvendosje, sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dallime ideologjike. Edhe kjo, se më thonë, është edhe në mrena PDK-s është si mendim, si qëndrim, është i etablum. Edhe sa i takon partive tjera thash, na kem dallime politike, kem ideologji tjetër politike, mirë po nuk duhet me paragjyku procesin që është tani, letim fushat, edhe unë besoj edhe po ja heku një galet të tanëve, që kësaj radhe nuk ka me qenë as VV, as e parti tjetër, që ka me zgjedh e me i begenis partnert, ka me kam PDK-ja e para, na i zgjedhëm, na i begenisë. Kur i begenisni, vetëvendosjen e linin në Ku i begenisë edhe i merë. Që atër ju kalzojnë. Po, aty që shoko puna e begenisës, Që atër ju kalzojnë. duhet pra Mu pajtu pola tjetër. për me begenis dikon. Po ky po thotë që do t'jeni parë që Dhe Artani se beson se Jo, Kjo thotë se duhet me thënë. një parti politike ka rani në Kosovë edhe është lëvizja vetëvendosë edhe është e marrshme. Do ta shohim me 10% në zgjedhjet e kalume, edhe një 15% në zgjedhjet të cilët na presin, kështu që lëvizja vetëvendosë është në ramje